Rjeti i organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim në një konferencë për gazetarë të premtën kërkojnë nga institucionet e Kosovës riaktualizimin e reformës zgjedhore, si dhe zgjedhjen e presidentit të vendit në mënyrë publike. Koordinatori i këtij rjeti Albert Krasniqi u shpreh se po bëhen gati 4 vjet kur institucionet e Kosovës kanë filluar të adresojnë nevojën për një reformë të mirëfillt zgjedhore, e cila do të ishte më e thjeshtë dhe në përputhshmëri me standardet ndërkombëtare. Fillimisht kjo reformë ka pas për qëllim që të adresoj çështjen e zgjedhjes së presidentit direkt bashkëtare, të krijon më shumë zona zgjedhore, por edhe pas këtyre 4 viteve deri më tani asnjëra prej këtyre nuk ka ndodhur. Reforma është bartur nga një komision në tjetrin. Ai foli edhe për mënyrën e zgjedhjes së presidentit të shtetit. Çështja e zgjedhjes së presidentit duhet të vendoset në debat hapur, të jetë direkt bashkëtare apo sipas mënyrës ekzistuese përmes të vendit, por kjo se si nuk guxon ti për shtatët marrëveshje politike në mes të subjekteve të caktuar. Komisioni për reformën zgjedhore ishte krijuar në majin e vitit 2011, por nuk mundi ta kryejë këtë reformë deri kur ndodhen zgjedhjet lokale të 2013-s dhe pastaj pa reformë zgjedhore Kosova hyri në zgjedhjet nacionale të vitit të kaluar. Përveç që foli për reformën zgjedhore dhe metodën e zgjedhjes së presidentit, Krasniqi njoftoi se rjeti i organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim është antarësuar në rjetin evropian të organizatave për monitorimin e zgjedhjeve ENEMO. Edhe sa i punës palashme që është bërë në këto 7 vite të fundit në monitorimin e zgjedhjeve në Kosovë, për të siguruar që të kemi zgjedhje të lira, drejta dhe transparente. Demokracia në veprim kërkoi që qytetarët të kenë më tepër ndikim në zgjedhjen e deputetëve në mënyrë që të zvogëlohet rreziku i forcimit të klaneve ekzistuese brenda partive politike.